Tensionet mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara janë përshkallëzuar ndjeshëm, pasi autoritetet iraniane kanë paralajmëruar për pasojat të rënda në rast të një sulmi amerikan. Presidenti Donald Trump ka kërcënuar vazhdimisht me ndërhyrje ushtarake, duke lidhur këtë mundësi me mënyrën se si regjimi iranian ka shtypur protestat masive në vend. Ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi deklaroi se Teherani nuk po kërkon luftë, por është plotësisht i përgatitur për të nëse situata përshkallëzohet. Ndërkohë, kryetari i parlamentit nga sheshi i revolucionit në Teheran tha se Irani po përballet me një luftë në 4 fronte, duke përfshirë presion ekonomik, luftën psikologjike, përplasjen ushtarake në SHPA dhe Izraelin, si dhe përballjen me protestuesit të cilët ai cilëson si terrorist. I rrethuar nga thirrje kundër Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara, u zotua se ushtria iraniane do t'i jepte Trumpit një mësim të paharrueshëm në rast të një sulmi të ri. Nga ana tjetër, Shtëpia e Bardhë bëri të ditur se presidenti amerikan nuk do të hezitonte të përdorte forcën ushtarake për do të synoj fillimisht zgjidhjen diplomatike, duke shtuar se Irani po përsjell mesazhe të ndryshme në kanale private krahasuar me deklaratat publike. Ndërkohë, 10 mijëra qytetar kanë dalë në rrugë në mbar Iranin duke kërkuar fundin e regjimit. Protestat janë më të mëdha të viteve të fundit dhe përfaqësojnë një nga sfidat më serioze për pushtetin iranian që nga revolucioni islamik i vitit 1979.